I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you alone. Zero fucks given, zero fucks given, zero fucks given. Zonja dhe zotrinj, faleminderit përsëri që na ndiqni dhe na dashuroni. Duam falenderojmë sponsorat tanë General Not Cosmetics nën Marudermin që na furnizon me skincare-in ton për një fytyrë meravilioze dhe Deli Brosin si gjithmonë që na furnizon me këta burgera që i shikoni vetë se sa të mirë janë. Tani kemi një të ftuar 18 vite kampion Shqipërie, 135 medalje dhe kampion Ballkani në judo. 8 medalje ballkanike. Foli vet, ju lutem kamera fokusohu, i ndrit faleminderit që erdhe. Faleminderit për ftesën. Në i koment kështu për këto që thash apo Jo, shumë bukur, më pëlqeu shumë pjesa e saj të marketimit të sanduiçit, që ka shumë shishëm në pamje të parë. Po mund ta konsumojsh pas ose ndërkohë që Kur ta marrim intervistën. Se do bona pjesë. Patjetër, si duash, mund ta marrësh pjellën para, s'është problem se mua më bën punë. Okej. Tani do më thuash pak për këto medalje të 135, ku i mban gjithë këto medalje se jam shumë kurioze. Realisht i marr ke shtëpia ime dhe si jap tot asnjërit ato medalje, maj kujtim sepse kushdo që vjen një mik aty te shtëpia ime, shikoj një medalje, kur shkoj e prek atë medaljen ka një histori. Çdo medalje ka historinë e vet. Janë 135 deri tani, mos them 136 me këtë të fundit që morëm. Ballkanikut. Duhet ndryshosh bion, domethënë Po, Instagram. do ta ndryshoj aty lart. Sa aty kemi marrë informacionet. 136 tani, 18 vite rresh kampion e Shqipërisë, 4 vite i parë në Ballkan, edhe 8 medalje gjithsej i dyti dhe i treti, duke marrë ballkanik. Pjesëmarrës lojët olimpike Tokyo, kampionate botërore europiane, Grand Slam, Grand Prix, gjitha kompeticionet më të forta që ka sportin e judos i kam arrim të shkuaj atje dhe të bëndeshe shumë të forta me kampion olimpik, kampion bote, kampion Europe. Do të them që kam fitu me sportista shumë më të mirë që deri dje i kisha ëndër të shifsha në YouTube ku diun dhe ka ardhur momenti që jam përballë me to dhe edhe i kam mund ato lloj sportistash. Ke pasur çik emocione kur je përballur me këta lojtarë, domethënë që kanë qenë, si më thën, ëndër që të arrish në sirtar në thonjza ose mund ta quaj tillë. Në fillim, tillë. ku isha i vogël, po, në moment që fillon përgatitesh shumë, vjen një moment që këto thu për të qenë kampion do të me rraf kampione. Tani me emocion, pa emocion ti do të futesh te ajo garë. Kështu që do të jesh shumë i ftohtë për me arrit atë synim që ti don. Edhe realisht do të më qenë shumë i ftohtë me kundërshtarët që të marrësh atë medaljen e madhe që një sportist ndërron për shembull. Është ai fillimi ku je aty 2 minutë i parë, që është ajo tensioni si është kampion olimpik. Është ajo loja e vështirë në fillim, por kur shikon që ai për 2 minuta nuk arriti me të botë dëgjoj, atëherë thu vetës, ej, shtoj nosin, jepi start. Shtoj nosin edhe është momenti që me godit me dal një gradë më lart ose me pas bujnë gjithë botën. Po, e konsideron veten në një, domethënë ke pasur njerëz që ke thënë me veten, se të tjerëve normal nuk do ja thuash, po që të mendosh që okay, se ky është më i fortë se unë. Edhe duhet përpiqem çik më shumë ose apo e bën veten që të mendosh që je njësoj me ta ose nuk e di se si funksionon. Po, e di ku është fillimet e para, kisha emocion derisa të shkoja te tapeti sa të fuçe. Brenda ndeshjes kisha emocion. Ma vonë tu pas shumë eksperiencë, tu pas shumë gara, shumë, vjen një moment që kisha emocion me zi, po për sa të shkel tapeti. Në moment që shkel tapeti nuk e kam problem fare, futem lirshëm, se dal në atë botën time se ku je i përgatitur çdo lloj aspekti, në çdo lloj situate ti me atë e ke një zgjedhje, se çdo kapje e ka një kundërkapje. Edhe në çfarë do bësh, atë kush është përgatitur më fort, ai do fitojë. Kështu që unë garë shkoj gjithmonë me synimin me u përgatit shumë, se në rast se nuk përgatitesh, është e kotë me shku. Më mirë mos shkoj hiç. Edhe të gjithë shkojnë për fitore aty. 3 veta marrin medalje. Unë kësaj radhe kisha 44 kundërshtar në peshë, 3 kena marrë medalje. I pari, i dytë, 2 vende treta. Kështu që unë arrita medalë i dyti këtu në Ballkanikun e kësaj, do ta të shpjegoj pjesën pse i dyti. Arrita fitoj 4 neshe dhe neshën e 5 me një Moldav, me hodha, shumë mirë. Po thotë vllai mbaje luftën, barazim, rrimrena, lufto, se 3 sekonda janë pjesa e fundit, 1 minutë gati. Edhe ai po më sulmonte gjithë kohën, egër, në një moment e pash hapësirë trupin e tij dhe e kapa për ta hedhur prapë. Në atë moment mikën këmbë shtreme veç kur
bi unë aty dhe i kalo fitore atit. Mos ja fut Edhe më ko. thotë vaj, po çfarë bën? Po mendoj që ka qenë domethënë faj jot apo Pa im, po lëkundi edhe pak ai është adrenalin gare. Okej. Është adrenalin gare. Po na ikën 10 euro edhe 4 vllajt, 14 kot për 30 sekonda 1 minutë. E kuptoj. Se janë edhe Të kisha unë gjatë në Hamburg me ato. harrova që janë dhe lekët për. Janë dhe lekën tolle. Po mirë, këto sytë që ke domethënë njerëzit që janë aty që të shohin, atë japin një çik më shumë emocion, mendojnë që do ishte më rehat mos ishin ata apo t'japin fuqi. T'japi fuqi se ka momente që aty jemi kundërshtarin Si s'po i lodhur, i kputur me njëri tjetrin. Më ka ndodhur me Romun e maj më shumë mirë. Kemi qenë aty shkojnë nesha 8 minutë, 9, as unë as ai. Si ato 200 që janë të kputur edhe varen ke njëri tjetri. Po. Edhe veç ku vjen publiku që t'jep ajo suportin e madh, fjala baba, lezet, kushurit, miq, shok. Edhe ajo është që e bën diferencën. Edhe do t'jesh pak kopil aty nga do t'jesh i zgjut, edhe do të mbledhësh energjim për me godit një moment. Ai momenti është finalizimi që ti del kampion. Domethënë mendon se ka të bëjë edhe logjika për të qenë kampion. Se mund t'jesh për shembull dyst edhe edhe të fitosh domethënë vetëm nga praktika, nga fuqia, nga gjëra. Aty është me lut sha madh. Është sha. Për shembull nëse të bini sportist shumë i fortë, pritë lodhe pak, lodhe. Në moment që do lirohet, bum godite. Nëse të bini sportist i zgjut, me ato do kesh pak problem. Se ai s'nosha nuk mund të jetë i fortë, nuk mund të jetë teknik. Domethënë i shikon gjitha, nëse të bini sportist i ka të treja, me atë do të matesh mirë dhe do t'i bësh lëvizjet e sakta se një gabim mund të humbësh direkt. Një gabim teknik të ktheu direkt kundër kapje. Po e kupton dot, e analizon dot personin që ke përballë, domethënë ku e di ti se çfarë ka ky person. Po unë për shembull kam ato teknikat e mia që në minutë parë pres. E kupton kur je me të, domethënë përballë. Pres, e shikoj si lëviz, e shikoj, nëse ajo është agresiv, edhe unë e gacmoj futëm dhe unë agresiv një moment me pas si do reagoj, a do të rriqet, a do jetë edhe i kështu, a ham presionin. E kuptoj, muhabet shqiptar, ja. Do kesh, për zotin do kesh loj me të, në trurin e tij, pastaj fizikisht, pastaj për të fituar ndeshjen. Normale. Plus me bukur është ai që është jashtë, shikon nesër më mirë se sa unë që jam duke luftuar me këtë. Domethënë trajneri. Edhe ai me veshët e gjë që thotë kujdes tu të rishikon brava. Pse të flasin ndërkohë që okay. Flasin gjatë ndeshjes. Po femra ka kështu mund ta quaj stadium ç'a quhet, si quhet? Sportin e xhudës. Okej. Patjetër që ka. Si vend. Ne kemi kosovarët që kanë marrë 5 medalje olimpike. Është historike, s'ka ndodhur ndonjëherë në gjithë historinë e popullit shqiptar që Shqipëria të marrë medalje olimpike, flas kosovarët i qysh shqiptar. Edhe normal. Malinda Kelmendi, Distria Krasniqi, Nora Gjakova, Laura, i kanë pas kolegë tonë edhe realisht kanë marrë medalje olimpike për Kosovën. Është historike, nuk ndodh. Me një vend vogël se ajo. Unë kam jetuar 5 vite në Kosovë dhe i kam miq shumë të mirë. Edhe më kanë dhënë një suport shumë të madh me ta se kena bashkëpunuar dhe kemi shkëmbyer eksperiencë me njëri tjetrin dhe atë që kam mësuar jashtë e kam sjell këtu. E quaj jashtë Kosovën, kuptin që aty vjen shumë sportistë nga gjithë bota. Edhe gjithmonë kemi pas eksperiencë me shumë sportistë ndërkombëtar, jo vetëm ata. Edhe na ka vlet shumë se kemi rritë cilësinë e sportit xhudës në Shqipëri. Domethënë mendojnë që ka më shumë talent pjesa tjetër e Shqipërisë. Kanë edhe punojnë shumë. Punojnë 2 herë 3 herë në ditë për me marrë rezultate të mëdha siç i kanë marrë. Si funksionon kjo para përgatitja, domethënë sa ndeshje në vit ke normalisht, si funksionon, se unë edhe mendoj shumë njerëz nuk e kanë iden fare se si funksionon. Po, është mirë që ta shpjegoj. Për shembull nëse dihesh për të marrë kualifikim për lojët olimpike, aty garat bëhen një herë në muaj ose një herë në 2 muaj. Okej. Ti domethënë dihesh përgatitje gjithkohon do mbledhsh pikë kualifikuese për të marrë pjesë në Olimpiadë. Siç është kjo Los Angeles që do kemi Olimpiadën tjetër. Se unë isha në Olimpiadën e Tokios, gati 4 vite kam punuar për me shkuar në Olimpiadën e Tokios. Tani është momenti i kësaj Olimpiadës tjetër. Okej. Kështu që është një lojë jashtëzakonisht shumë e madhe, edhe aty do ndeshësh me sportistat më të fortë, se siç do luftojnë për me marrë kualifikimin në Olimpiadë dhe ata të njëjtën gjë do bëjnë. Edhe kush është si më thonë, 18 vjeç më të mirë në botë, do rrish gjithkohon te drita e shile, ato kualifikohen. Edhe është një garë shumë e fortë. Domethënë një herë në muaj ti ke ndeshje. Kompeticion, po. Nëse do shkosh në Olimpiadë. Po nëse domethënë pa Olimpiadën kështu në normalitet. Olimpiadë janë këto kampionatet ballkanike, janë kampionati i Evropës, është kampionati i botës. Për shembull ti janë ndan trurin dhe thosh 3 gara do marr pjesë në vit. Thuti. Edhe kemë zgjedhje. Po, do fokusohesh te europianët. Europianët do shosh përgatitje çdo vend botës kur don ti që është vetëm në formë edhe
starton direkt për në Europian pastaj. Po atë marrin ata apo e futesh vendosi, vetë? e vendosi. Okej, bën ai një vendosi. farë lloj aplikacioni, okej. E vendosi që këtë garë do shkoj. Edhe regjistrohesh me muj para. Ju ka dalë ndonjëherë kjo tipja René Refo edhe keni thënë prit se që ka duke përdorur këto produktet e Maroderm, gjithashtu Note Cosmetics që është nën Maroderm, dhe keni thënë çfarë janë këto? Atëherë unë nuk dua t'ju tregoj çdo produkt që unë përdor sepse çdo tipologji fytyre ka diçka të ndryshme dhe ju goca shqiptare keni një tendencë që të kopjoni çdo gjë që femrat bëjnë, ndërkohë që çdo person ka stilin e vet, fytyrën ndryshe, tipologji ndryshe. Unë dua t'ju them që kjo firmë realisht nuk ka ndryshuar jetën për këtë një muaj që unë e kam përdorur, nuk kam pasur asnjë breakout në fytyrë dhe fytyra ime është super si beb dhe ka një shkëlqim që nuk e ka pasur ndonjëherë. Problematika e fytyrës, me thënë drejtën, nuk kam pasur, e vetmja gjë që kam dashur të shtoj në rutinën time ka qenë ky shkëlqimi që momentalisht kam make-up, po mund ta shikoni te videot e mia në TikTok që përgjithsisht janë pa make-up. E vetmja gjë që do rekomandoja që mund përdoret nga të gjitha ju është ky toner i fantastik. Okej, një kat këtu të lutem. Pastron qelizat e vdekura, zhbllokon poret që mos të kemi më akne, përdoret shumë për balancimin e fytyrës. Për shembull, unë kam pasur rozeshja ose këtë pjesën e rozë që të bëhet këtu për gjithë ju që nuk e dini, dhe më ka bërë të një trajtshme komplet fytyrën dhe gjithashtu me shkëlqimin absolutisht sepse kjo ka qenë gjëja më kriter në gjithë jetën time që të shkëlqej kur eci në rrugë, më kupton? Përdoret 3 herë në javë, në gjithë kjo shishe. Dhe unë jam super e lumtur, absolutisht që kam dhe produkte tjera, nëse jeni të interesuar për ato produkte mund të shikoni te faqet e mia, por siç ju thash, ka lloj produkte që ju ta përshtasni me fytyrën tuaj. Mund të futeni dhe te faqja dhe them që Maroderm zgjedh edhe natyrën edhe shkencën për t'i bërë këto gjëra sa më të bukura dhe sa më efikase për ne. Zgjidhni Maroderm. Dhe bën, do me thënë, trajnohesh me... Si funksionon kjo, do me thënë, bën stërvitje, sa orë në ditë? Po, pjesa e stërvitjes pastaj kombinohet se ne kemi noting, ne kemi atletikën, ne kemi shtangën, pjesën përgatitore, kemi medal mal, do të thënë gjithë mix. Kemi pjesën e luftimit me kundërshtarët, shumë variante për me qenë super i përgatitur për atë drejtim. Edhe për, do me thënë, judo bën, do me thënë, para përgatitje pa marrë parasysh palestrën në thonjza që po përfshi edhe notin dhe këto gjëra. Kombinohen ato stërvitjet. Sa orë për shembull bën? Ja ta shpjegoj. Për shembull, nëse para ditës do bësh forcë, mas ditës nuk mund të bësh dot ndeshje, se të britesh. E kuptoj. Se kur muskujt janë shumë ngarkum, mas ditës duhet sa më shumë me qenë i lirshëm, me bo shpejtësi, pozicione, teknikë, strategji, për shembull, është dikush i majt, o profesori thon këtu nuk kam si t'ja dal tu ç'a duhet bëj. Edhe merresh me teknikat, kurse kur s'ke forcë, ke atletik ose ke not, fut pjesën e ndeshjeve, fut pjesën e ndeshjeve në tokë, që kemi armbar që quhet thyre krau, mbytje, gjëra. Janë shumë lloj. Po me kë i bën këto, do me thënë? Ja nuk janë vetëm unë, janë 40-50 vetë në stërvitje. Okej. Që e kanë të njëjtën synim siç kam, kanë dhënë ato të veta. Okej, do me thënë shkoni mblidheni Po, të gjithë aty, okej. Gjithë. Si të spitali. Kështu që goca dini ku t'i Po. gjeni. Aty do na gjeni. Te stërvitja. Ti rriti. Po. Flas Okej. për shokut. Mendon se ka të bëj për masa apo taktika? E bukur kjo. Të dyja bashkë. Ndodh për shembull unë jam shumë i shkurtër për këtë peshë jam, se kam ndryshuar peshë. Gjithë kundërshtarët janë shumë fizik dhe janë shumë dhej. Kur bjen sy të parë, me sy thotë jo babo, këto të thyn mes valla. Por kur vjen puna që përplasesh me ta, sikur i ndrydhen ata, domethënë një dritë i vogël i thyu këto të ndejt. Edhe ka të bëjë për masa, po edhe jo shumë. Se më ka thënë, e kam dëgjuar domethënë që zakonisht thonë që nëse bën ndeshje ose po flasim edhe kështu në rrugë, domethënë kur zihesh me dikë, përgjithsisht çunat ose vajzat nëse zihen që janë shumë të gjatë e kanë më vështirë për t'u kapur me dikë që është më i shkurtër. Edhe ndodh edhe nuk ndodh. Mohon. Te pjesa e gjatë kanë edhe një të mirë ata që të majnë larg. Okej. Ama një shkurtër po fut, po afro është problem. Kuptoj. Domethënë ka dy ato. Ka të bëjë. Ai gjatë nëse di me luftu mirë, të madhe larg dhe pak problem. Kurse ai shkurtër do të ketë shumë vështirësi për me u fut mrena. Po mendoj që futet mrena si puna me Tysonit. Në moment gjithë i ka pas shumë gjatë, ato e marrin larg. Në moment ky u afuta afër, ama kur fusen nga afër. Sa i gjatë është ai? Sa, nuk është shumë me të.
Ta marrë telefon ta pyes? Nuk është shumë, pak më gjatë se unë mund tjetë ose sa unë. Okej. Po është i gjerë, janë gjerë shumë këta. Çuni i mirë është. Ta raca. Po, raca parë. Çuni i mirë është. Okej, do ashtu duket, pozitiv duket. Po. E një personalisht. Ja, kështu jemi pa, po s'e njoh. Okej, Kisë më të mazat e mund ta njohim live në herë ku të vi Po, Shqipëri. pse jo? Duhet plane, Duhet në rezume. kemi plane të bukura dhe mund vinë herë këtu dhe mund dalim ta njohim, ta një sanduiç, pim në nga këto shkojmë ta lymi çik të kjo Po. kozmetika. Po, ajo vjen në fytyrë, nuk vjen. O, Pas nuk ka pije gjë. dhe është me lyth, është me lyth. Okej. Po, më doja të të pyesja për këtë pjesën, domethënë, unë e di që ti e ke thënë edhe në intervista tjera, po doja ta shpjegoj pak edhe këtu. Domethënë, si u fute kësaj rrugë, kush si u inspirove, sa vjeç? Po, ne jemi 3 vëllezër, unë bashkë me vllajën e dytë kemi startu aty në lagjet tonë. Kena rafë gjithë ato kalamet e lagjes aty, dhe baba na futin judo, Okej. shumë të kishim vërdallë rëmuj. Mblidheshit të tre bashka, po kështu tek e Të tek tre u rrishim kapni për në ditë një. shtëpinë neve, Okej. babi isha albitër, kurse mami thotë mjasëm prishet të shtëpinë. Okej. Kurse jashtë, unë kam një gjë që po nisë e sport, doja nisë rëzisë ose se nisë fare. Edhe të dy si vëllezër kena punu fort. Babi ka qenë shtysa, masanej pjesa e mamit ka qenë ajo kuzhinierja e shtëpisë, tu kujdes për na, tu po ka qenë shumë burnesh. Edhe kur kam pas gara që kam qenë një vidon tu, mos do shkosh thotë edhe do fitosh. Edhe bilek Okej. në ditët më të vështira që kam qenë, kam dalë më mirë nga gara se herë tjera. Prandaj them që familja ka qenë suport i madh. Aty në lagje kemi nis, nga aty kam vazhduar me kompeticionet. Edhe mërna Qa mosha? Nga mosha 2008 mos sa i bie. Kam qenë 10, 9 vjeç Okej, Edhe- super i vogël. i vogël. Po puna e bona të madhe. E kuptoj. Për 2 muaj kemi arritë që të dalë kampion Shqipëria. Për 2 muaj. Okej. Edhe që nga i vit atëherë deri tani asnjë humja. E kam gjithë gold, vetëm medaljet parë. Po, që atëherë, domethënë pasi ti e futur flas në mosh pak më madhore, ke pasur raste që domethënë kështu sherre jashtë Vallai, judos? sa bukur këtu një histori. Aha. Kisha qef me rraf njerëz rrugës, edhe thoja që të mikin emocionet këtë judo, thash traf jashtë, që të mësohem me adrenalin gare. Okej. Edhe çuditshme, ha. Edhe kisha qef të bëja me traveta, tu unesh me traveta. Ato habixhin për ky bullalli çdo me 3, çdo me 2. Shkoja në shart tek pull vetëm, i thoja kush është më filani. Kot, sa me bo zhurmë për me zhurmë po sa të zhurmat blenda atëherë, sa thotë është Zhurmë filani. vlen gjithmonë. Edhe realisht emocionet më ikshin, dhe kur shkoja nga ishte shumë i qetë. Se në judo nuk ke grushtë. A udhëm kemë të kapura. Edhe ka ndodhur shkodëm, ka ndodhur jo herë, po full. Që ke provokuar ti parë. Jo unë para, po unë ndihmoja këto që ishin më dopt. Okej. Për shembull, thotë ai filani, mori kaq lek filani, si më thon, jo vuri gjopim, siç më është atëherë në shkollë, më jep kaq lek se nduar mua bëj kështu E edhe kuptoj. kush filani. Kush ishte më i fortë në shkollë, hajde të shkojmë. Po unë kur nuk e quaja vetëm të fortë, po i bija më të fortit. Shumë mirë. Si do të ishte Ah, unë, shumë. i bija më të fortë. Edhe një muaj shumë të vjetrit si Robin Hoodi. To që ishin shumë si gjunaf, si më thon të urt, i kam ndihmuar gjë tjetërës. Edhe deri në sot i kam ndihmuar shumë edhe vazhdoj ndihmoj këto që janë si më të urt, si më kështu. I jap gjithmonë një motivacion që të ecën dhe të japin drejtim jetës, mos tremen, mos se jeta nuk është më u trem, se këto hajnë presionin, prandaj janë gjunaf. Po, atë ka notë për shumë në era se më shumë këtu dhe atë dilja. Se në Shqipëri më duken njerëzit pak, jo pak, mendoj që të gjithë e dim që janë pak kompleksiv. Edhe ndoshta duke qenë se ti ke gjithë këto arritje në këtë fushë, edhe shqiptarët kanë pak këtë zemrën që jo po se unë jam i forte, jo po se unë kështu, jo po se unë ashtu. Kanë to. Ka pas meshkuj për shembull që kanë ardhur te ty edhe kanë thënë, mund të ketë qenë ndeshëm ai, edhe të ketë thënë çat duket vetja aty se unë kape me ty e këtë janë ndeshë. Jo për të ardhur vinë, po nuk vinë vetë, vinë me 30 vetë. A pse e kanë kështu të Jo, organizuar? vinë me njerëz tjerë se vetë është problem. Unë po them kështu të ke ndodhur në sekondë, si me thënë, ka qenë dikush e zëm gjendje të pirë edhe Vallai vështirë. nga hiçi ka thënë Jo, po ti e pyet bëthon mirë, besam. Ashtu. Unë si bi njëri në qava, ai kushdo që të vi. Valla, unë e për emërën e parë, jam sportist, kujdes, nëse të më ardhur tani, unë për çka kam bë durët.
Më A kuptoj. kupton? S'është se ju ama Po byta. sepse jo, s'besoj që është. Okej. S'm ka ndodhur edhe ka më sa dur, Shqipëria Është keq. është pak si shumë, sikur jena atje në Amerikë. Po. Edhe ka ndodhur, po ideja është po pes atë planin ta, gjërat e tuaja nuk është se të bjen në një qafë kohë. Po si funksionon kjo që të pas kanë ardhur 20-30 vjet? Na thuaj Si çfarë nuk ikën dot nga pyetja. Ka ndodhur para shumë kohësh. Para 2 muaj. Besoj ka ndodhur. Ka ndodhur, po jo më nxitojnë çuna të rinj. Edhe unë i ri jam, po realisht sporti, Je pak më i matur nga jam kjo. i matur nga kjo eksperjenca dhe them sa më larg tyre. Edhe kjo është problemi, që njerëzit nuk din se çfarë merresh ti, nuk e din botën ta, sa siç po flasim për intervistat tani këtu, shumë njerëz nuk më njohin në atë aspekt. Po është problem se me bë judo unë jashtë në rrugë, është problem se e lën tjetrin karrocë për gjithë jetën. A lejohesh të bësh ti? Unë nuk lejohet me bë, po puna është për vetëmbrojtjes. Për vetëmbrojtje Po, për është vetëmbrojtje, okay, po për vetëmbrojtje, okay. Fillimisht do ta lejë në gjuhë herë, Normal, po ashtu funksionon edhe nëse nuk je në këtë sport, kam ashtu është ligji me sa di unë. E di, po prapë e rrezikshme është, duhet më kujdes. Po. Se ka ndodhur në raste që kanë gjuhë shokë mi, i kanë ndodhur me pasoja. Po. I kanë ndodhur me pasoja dhe sot kësaj ditë dishi paguajnë prapë. Paguajnë shkretin. Edhe jashtë, se nuk është vetëm këtu, se ke edhe sportistë në mban botës që ndodhin kështu. Normal, asë vend diskutim. Kam kundërshtar që kam vrarë gjithë kohës, ama në rrugë ato ishin piston fare. I thonë tigë rraf thot po, të më tregonte videon disku, bam. Se judo fillimisht kur futesh në judo aty mëson si me qenë disiplinuar. Po, normal. Edhe Në çdo sport kam përshtypjen që më kujtoi momenti i bukur tani sa kam nisur judon, trajneri i parë. Edhe sa që shkoj te palestra vishin gjithë njerëz me prind. Tu anku me kap trajnerin që ky sportist jot ka rraf çunin. Se kam përmend as në vend tjetër këtë. Edhe ky si prind ekskluzive po, edhe ky si prind thotë mua, kush ta i ndrit, hajde pak ndrit. Edhe më kapte nga veshi. Pastaj merrte me të mira thotë, po pse zihesh më burr? Ti ala me sportistin, nuk zihem më profesori tash, po tani unë punë time vjet tjetër kot më shumë. Se ditë profesori që unë do me heq emocionet e judos tu zihesh. Edhe sot ka vdek, po e kam një nga profesorët parë, Ram Kasmi, do ta përmend, është historinë vetë, mjeshtë sporti. Emocione s'ke më besoj tani. Jo. Ka nikur komplet apo? Shikon disa emocione, jo. Them në këtu se di unë. Ja, mi lidhshëm fare, për çdo lloj drejtimi. Ajo më ka bë wow. A të ka mësuar, do të thënë, si je me nervat? Të ka mësuar ti menaxhosh ndaj çik apo mendon që akoma ke kështu shpërthime të brendshme që s'di ku ti i çosh? Në fillim kam pas shumë me buton që shtyp butonin plasi. Po. E tha diçka direkt me të parën. Po tani kam filluar tu e menaxhu veten edhe është me eksperiencë. Pastaj është dhe pjesa familjes, është dhe pjesa si eduku. Nuk është se ka lidhje Me kam pas babin gjithmonë shumë tegër. Babi ka pas 3 çuna dhe është edhe policë gjithkohën edhe kam pas shumë trept, që neve të tre kemi jesë një rrugë shumë dur dhe sërse na bërzim asnjë lloj problematike në Shqipëri, vetëm sport. Jeta jonë është sport, rregull, disiplinë, miqësi edhe biznes. Po. Këto. Ti ke edhe një për judo ke klasa këtu? Është klubi e judos Tirana. Po. Edhe janë mbi aty lart Komun Parisit. Okej. Edhe janë mbi 100 sa sportistë nga fëmijët deri të rritur. Pasi ke klasa që do të bëjnë judo për çem për vetëmbrojtje, ke goca që vinë valla do di si të mbrohen, ku dikush në disko më bëri këtë, kurse dikush po merr çantën, si të reagoj. Edhe gjithë forca speciale, gjithë judo bën gjithë për si ta prangosin dikë, si ta menaxhojnë dikë, edhe kemi shumë klasa, kemi elementary, edhe shumë shpejt do shikosh edhe talent të ri që marrin medalje. Së shpejti. Deri në çfarë moshe mund të vinë aty? Që 4 vjeç, ne kemi edhe për veteranët. Për veteranët, do të thonë 60 vjeç e lartë që kush doj, që ka bërë sport gjithë jetën, do të kthehet prapë, do shkojnë gara, po do bëjmë me veteranët. Do bëjmë është aksesueshme për gjithë. Për t'i marrë në formë ato moshën e vjetër që mos rrinë në shtëpi. Shumë mirë. Mos shohin telenovela turke. Këtë e ke me vëllezërit në duket, Po, me vëllezërit. Me të dy janë trajnera apo? Vllai është trajneri momentalisht. Okej. Është dhe trajneri i klubit Tirana, është trajneri kombëtarës. Okej. Presim të bëjmë hapa të ndaja në vazhdim dhe jemi në pritje. Shumë mirë. Ky brez i ri si po duket? Si në Unë jam gjithmonë kërkues. Unë jam gjithmonë kërkues edhe më duken të dobët. Jo vetëm këtu, por kjo është
Po flisha me një të Greqisë, më tha edhe atje është problem. Domthon gjithë Europën është problem se është pjesa e telefonit që i ka bërë problem. Edhe ku ikim në kam servitor, këtyre është mirë t'ja marrë gjithë telefonat, edhe të fokusohen ato 10 ditë që rrin atje kam servitor, fillojnë e marrin veten sikur s'ka qenë kurrë ashtu. Telefoni i ka prish pak se dalin kështu femra me fustane e E gjëra. kuptoj, po. Ky që ma bë me si mua, thuaj dhe unë i shoh femra. Jo, e kam idenë që telefoni E ka bu pak kuptoj, problem se kuptoj. rrin shumë orë në telefon. Kjo është ajo që e shikoj unë të këta. Kjo është si problem, po i bën më përtac po thua? I bën më apo- përtac edhe i bën më dëmbel edhe i shoh se s'kan 100% fokus kur shpjegoj. E shpjegoj teknikën, unë për shembull Ka e kopjoj shumë, këtë teknikën e tij 2 metra larg. Edhe s'kam nevojë më shpjegoj, vetëm e shoh me sy. Këtyre edhe ja shpjegove, ja bën, si më thon merre këtë, çoja këtu. Si është, ta marrim prapë të, ta çojmë këtu. Pyesin 4 herë për i gjithë kodit. Po, po. Edhe e shikoj. Po ka disa element mirë që janë tuar shumë mirë. Po mendon që ndoshta e gjykon nga ku jeti tani apo edhe e sheh veten kur ke qenë sa ata edhe ti ke qenë më Unë ndryshe? mosha atyre kam rraf të rriturit në Shqipëri. Okej, në Më rregull. thonë një moshë e vogël të rrafësh të rriturit, se kocka e të rriturit është pak më e fortë se sa kocka e të riva. Ku e shoh tonë ose ku bën herë ndeshje me ato më duken shumë dobët edhe gjithmonë i flas, po në herë bën baja ty fol shumë se edhe mërziten. Ose po unë e du të mirën, ku e don dikujt mirën, i flet, po Normal. duhet dish dhe teknikën që si t'ja flasësh që mos e mërzitesh sportin. Po. Edhe do të jesh dhe psikolog. Do të kesh gjitha. Po, shkreti ti. Do të jesh gjitha. Pas ke gjitha. Po. Kërkesa nga të gjitha. Gjitha ato halla. Okej. Po ndonjë hile, ndonjë gjuajtje kështu mbas brezi, para brezi në sport ka ndodhur ndonjëherë për shembull Ka të të kem bë? Kam dos, edhe i kam po. Okej. Ka ndodhur për shembull ku kanë ardhur me mbyt, se Okej. vinë me mbyt kapin një agën për të mbyt që ti dorëzohesh. Ka ndodhur për shembull ja kanë kafshu dorën. Po albiti tani do ult kokën për të pa, se çfarë punon aty poshtë, ai të vën trupin sipër edhe të fut durët për me të mbyt që ti dorëzohesh. Okej. Edhe ja kam kafshu dorën, edhe dora ti të Kjo bëj nuk gjatë. lejohet. Nuk lejohet. Okej. Kapin faull ose fluturojnë nxjerrën jashtë direkt. Okej. Edhe unë e kafshova dorën e tij dhe ai bërtiti, po ai zhurmë tifozësh kishte sa ishte zgjoja arbitri gjë. Edhe dodi buza ime më bë me gjak edhe çom kom i them unë çfarë bëni më ngjujti. Mos ja fut Edhe kohë. i dha atij të preshtin, Mos e merrni. ai doli jashtë. Edhe Okej. ka ndodhur shumë. Ka ndodhur që gjujnë pjesa si ta them. Te pjesa intime. Po, te pjesa Okej. intime gjujnë. Okej. Ngapimisht, nuk është ta bëjmë vetë ashtu, po ka edhe nga ato që të bëjnë sigur futen teknikë dhe bum, godasin. Full ta kam bo Kastila? Ka pas. Se i di Ka sa pas që raste. i di sa që më kam pasur natë atë në luftë edhe nga ajo që sillshin dot, duan me të bëu dëm. Okej. Kot, se e din që s'do jeshin dot aty dhe ka pasur bën dëm po. Thotë albiti stop, merre çik vetën thot, do kërcesh me themrat, ting. Po. Dhe lun ato Marr. edhe do jesh gati. Po për kështu ndaj ndeshjen. mbrojtje ndaj gjojeksa nuk Ne vini. skemi, sport të Okej. tjera i kam, por ne skemi se Okej, ju të shkretët vundi. I kena për guri. Prap me vujtje ju. i kena për guri. Okej. Okej, rregull. Tani un kam dy kuriozitete që kam lexuar, Hajde. që dua të di, inshallah e ke idenë edhe ti, nëse janë të vërteta ose jo. Tani kurioziteti i parë është ky. Për femrat kam dëgjuar që shtrëngimi në sport mund të bëjë femrën të humbasë virgjërinë. Është e E vërtetë ke lexu? apo jo? Ma Mos kam ke thënë. pyet atë aplikacione. Qatin, Çfarë? bova ki, çrëndsi ka. Ku është Me marrë thënë drejtën, informacionin. e kam dëgjuar edhe unë këtë, e kam dëgjuar të kam qenë në Hungari. Ka qenë Usain Bolt e atletikës. Kena mbledh gjithë sportistët olimpik, kena ardhur të stërvit në Hungari, mos gaboj në Tata. Dhe kam dëgjuar një doktor nga ato që thonte. Pjesa e shtangistave, pjesa e këtyre që bëjnë sport të rëndë. Mund do thotë që femra nga shtrëngimi i tepër mund t'i ndodh kjo. Po ka gjasa thonte, por nuk është se vetë dorën zjarr as E doktori. kuptoj. Po mendon që Në qonë gjithë çunat sot, o ndryse dhe e kuptoj. Jo, po këtë e kam dëgjuar atje dhe ish doktor i mirë shumë që merrte me këto pjesën e sportistëve. Ma dhe çudi që i po thënë gjuhë ti. Po flas. Po me këtë punë merrem më brother. Po flasim për pesha shumë të rënda, domethënë. Jo, nuk ka të thotë, mund edhe këto që janë ma sa më tregote ky shtangistat, po e po jo.
pjesa e këtyre karakteristikave që hapen e bëhen, pjesa edhe xhudës pse jo varet në çdo lloj nga shëngimi i tepër thonte, edhe nga pjesa e përhapjes ose gjimnastika, të sportet tilla. Edhe ishte e çuditshme se isha ngjuar më parë. Po mendon që femra duhet stërviten më pak se ne shkujt, domethënë nëse do stërviteshin në të njëjtën mënyrë, do ishte e shëndetshme për to? Realisht të dyja palët njësoj stërviten, po kur janë për shembull me hallat e veta, e ulin pak tempin. Po, normale. Se s'mund të bësh dot si quhet sforca pas në trupin e vet dhe i bën dëm trupit. Nuk ka lidhje kjo pjesa gjinore domethënë. Jo, nuk ka thot fare. Thjesht ato do të ditë që mund të jenë për shembull sikletën e vet, nuk mund të bëjnë dot me ritmin të lartë. Okej. Dhe menaxhon trajneri atë. Vjetë trajneri thu trajner, si kalove? Kam hall. Sot kam hall. Jo, kjo është komunikimi i Ndaj mirë. dashuri sot, nuk mundem. Po. Fun fact-i tjetër ishte ky. A presupozohet të rrini ju 10 deri 20 ditë pa aktivitet seksual para ndeshjes? Pasën gjitha me kështu. Jo ju, flas gjithë sportistat elitarë që nisën për një garë shumë të rëndësishme, duhet me i fik telefonin ose me fik atë qarkun e këtij aspekti për 20 ditë, ose 10 ditë ose 15 ditë, s'ka thot ajo, se gjatë kohës një sportist që bën përgatitje serioze, është agresiv me veten edhe me kundërshtarin dhe ka atë egërsinë e garës. Dhe mezi pret të luftojë dhe t'japet egërsinë atje në garë, se në moment parë që nuk do ketë regjimi për shembull, do jetë pak në gjumë, do jetë pak i butë, edhe kur shkoj atje është si më shku te goja e ujkut, ato janë pak më të fortë pastaj. Kështu që kjo është ajo që thuhet që sportistat është mirë të marrin këtë regjim para. Okej. Më thënë ti e mban këtë regjim. E kam bërë gjithë ditën, si vetëm sot. Okej. Po, ke qenë ajër që e ke prish edhe ke thënë Jo, kam qenë në rregull, kam qenë në rregull. Okej. Kam qenë në rregull. Okej. Na i përdorim kështu drëgje? Ja. Kam qenë shumë në rregull gjithë jetën time edhe ku pi edhe ne kështu nga këto energjikët sikur po më bën dëm. Ashtu ë. E piva një gjë parë, i thash udhtim jam pak pa qef apo. Nuk më bëjnë mirë, jam natyral, edhe pjesa e këtyre proteinave kam pas dëshirë me i vazhdu i nisa dhe më bëshin dëm. E ndjeje do me thënë trupat... Po, e ndjeje që nuk bëjmë për mu, edhe vetëm jam mësu me ushqime bio, marrë gjona mal, mjall, pjesën e këtyre, gjitha. I marrë naturale. Të du me jetu gjatë, nuk du me ik herët. Sa kurioze jam për zotin, do me thënë të vësh, sikur të futesh trupin e tjetrit edhe të ndjesh veten në trupin e dikujt që s'ka fare regjim, edhe me një person që ka super regjim ç'a lloj ndryshimi mund të jetë shumë në arrita ta bëja një provë kështu, pa e bona 5 ditë. Tash 5 ditë do bëj se video do haj, si lop, tash do rri lirshëm. Okej. Vallai filloi më merr të fryma, si çdo të shkallët, mos më zgjelisha këtu për 5 ditë, ha. Se s'jam mësuar që trupi im të rri si bol. Po. Kur shoh ato bolat që janë pesheron, problem. Për zotin problem. Si haj, si marrin frym. Duket shumë e vështirë, si flen gjumë mirë. Ato kam qenë me i shokun tim dhomë, ku rrist ai u trombisi kërvati. A kupton sa rëndë dhe kam pa shumë skena tilla. Okej. Po duhet me majtë shik, se gjuna. Duhet. Mendoj që ka të bëjë me respektin për veten? Respektin për veten ka të bëjë, po ku është ushqimi i mirë është drejtën, çfarë do të thosh? Ku e shef aty, po edhe ai alkooli i mirë është ndonjëherë. Po mirë rrallë. Rrallë, kosa ka shpik djalli. Po. E ka shpik djalli për njerëz. E ka shpik. Po mirë provu të gjitha ka pak s'është keq. Jo të gjitha, po sa gjëra kështu që një. Kena pasi doktor tunë dhe qeshin pak me të se ka qenë strateg, thotë i god raki i mjes, të bë mirë. I god verë, të bë mirë. I kjo të bë mirë, i thash unë po me pi të gjitha këto. Unë i ke bëleshi thash. Bëj mua zgjuda si gjë. Bë mirë për veshën, bë mirë për këtë. Edhe ka histori me këto doktorat tonë, që kena shumë specializuar. E di. Sa që unë nuk kam asi doktor në Shqipëri që të kujdeset për më kuti i kje është. Ka historira me këto, që duhet tjetë se s'ban. Qelsi suksesit që ti ke? Inati ma për më arrita të synime dhe qelsi është punave. Po që është synimi? Se mua më duket për shumë, mund ta kem gabim, mua më duket sikur se ti ke shumë arritje.
Po. Dhe më duket sikur e ke mendjen kaq shumë të ato të tjera që do të arrish, sa që këto që ke nuk i shijon fare. Ja, ishin Ballkani tani s'e shijova fare. Ku i merr 4, ku i merr 8 medalje, nuk ty në sy. Vetëm vjen i parë në sy. I dyti, i tretë, E kuptoj. pik kënaqësia. Po mendoj që edhe ty do të bënte mirë, jo t'japësh dorëheqje domethënë nga çfarë do të arrish. Më kupton se gjithmonë, po edhe kur të arrish atë do kesh diçka tjetër që do të arrish. Thjesht ta shijosh Po. pak edhe me veten tënde gjërat që ke arritur. Pjesa është si puna shkallëve, nëse ke arrit në Ballkan do kërkosh në Europë. Po. Nëse kërkon në Europë do kërkosh në botë. Edhe kur i arrin të gjitha, e mbyll me sukses. Edhe pakën ngel ajo, nuk ka ngel të dyja europiane dhe botërori, të dyja. Edhe kismet vitin që vjen, po bëna një goditje të madhe, do vi ta marr medaljen këtu, edhe do shtrohemi pra do kjo. Okej, Intervistë ty. me gjithë qef. Po do ta promovojmë ata. Kismet nëse do bëhet. Okej. Se s'bëj plan për këtë rast, po synimin e kam 100%. A mendon se ka të bëjë me forcën fizike, a do me thënë se si ti e rritur ushqimin që ty të kanë dhënë vogëli, apo ka të bëjë me genin që ti ke, a ka të bëjë me disiplinën që ti ushtron, do me thënë gjatë jetës tënde për të arritur ku je, apo me çfarë ka të bëjë gjithë Ka të bëjë që e ke pa atë filmi Rocky Balboa, që i thotë ai, i thotë grus vet, vishin këto femra, bësh me foto, që do dalë pak të kjo, është humor. E ja bonte Rocky thotë, femrat i lodhin komët, edhe do dalë kjo nëse nuk do kesh atë disiplinën që të mbyllësh veten, mos me dalë në disko, mos me dalë flas për brezën e rim, femra, mos me dalë në mënyrë shregull, të harshëndetshëm, stërvitesh, të shkosh të kapësh sportistat më të mirë që ty të rrafin. Jo që ti rraf, se ti mund të rrash për di sportista. Ato që t'japin ty rezistencë në gara, edhe të ecësh gjithmonë me një synim fort, realisht ka një vështirësi që nuk arrihet. Edhe këtë e kam vetëm nga eksperienca që çdo gjë arrihet. Në fillimet e mia të para kam bërë me sportista të fortë, ku i hidhsha, se besoja thoya pse unë, po pastaj më thotë edhe po normal, mos s'kan asnjë gjë, sa së vitesh ti nuk ta bën ai më shumë se ty thotë. Edhe është ajo që kush është më i përgatit, kjo duhet. Kjo duhet, po që i përgatit shumë, nuk ka gjë që s'arrihet. Me sa di unë ti edhe gruaja jote është në të njëjtën fushë, domethënë është sportiste edhe ajo, më duket trajnere. Ajo është në atletik, tani është mësuese, po presim që të hapën një ekip për fëmijët që të merret me fëmijët, me grup moshat e fëmijëve. Okej. Kjo është e mira. Mendon se të ndihmon kjo pjesa që është edhe ajo në të njëjtën fushë, apo mendon që ndoshta do ishte më interesante nëse do ishte avokate për shembull? Jo, më mirë që është e pjesa e sportit se më ka kuptu, se të kesh një burr, një sportist me gara, me gjona, duhet pak durim, edhe duhet një mbështetje shumë e fortë. Se ajo për shembull nëse do ishte avokate, do thotë orë të pi gotë verë në darkë, ne këte o t'jek interesi sport, edhe s'do të kuptoj, edhe është ky problemi që tash, është botës e sportit dhe më ka ndihmuar dhe ka qenë suport jemi prej shumë vitesh. E kuptoj. E bën 13 vite bashkë në një fëmijë. Mashallah. Ajo ka qenë atletik, unë judo, edhe jemi njoft në Na falni, se po na pengon pak kjo, më fal. Po. Jemi njoft në lojrat europiane që kemi shumë në Hollandë. Ai ka përveçuar Shqipërinë në atletik, unë në judo. Dhe kjo është starti jonë që prej asaj dite deri në sot. Mashallah. Po. A mendon se, jo a mendon se nuk ishte kështu fillimi i pyetjes, çfarë është çelësi i një lidhje të shëndetshme? Domethënë me gjithë këto vite eksperiencë, normal që keni pas ulje ngritje si çdo çift. Po çka ka qenë ajo që të lidh ty prap me atë kur në ato uljet e gjërave, ç'a mban lidhjen gjallë? Lidhjen gjallë do të mendosh gjithmonë se kur është dita parë sa u martove, ose sa u fejove, ose sa u njofte. Po mendoje që kam i gruan në shtëpi, ashtu është gabim. Besimi është i para, do të kesh shumë besim te njëri tjetri. E dyta është ti ta menaxhosh situatën që çdo ditë bësh një gjë të re. Erdha në shtëpi me bë diçka të re. Ta mbash fresh. Ta mbash fresh gjithkohon, se po mendova, s'kam çfarë bëj tani ke, çfarë bën valla, merre gruan, ik shëtit, ik bëj diçka të re, ik bëj diçka ndryshe. Merr një punë ndryshe, edhe gjithmonë gjërat e reja, duke qenë i angazhuar për shembull, si vetëm gjëra të mira, edhe shtëpi, edhe humor, edhe gjitha. Normale. Kjo është ajo që them, po besimi është dora parë. Po rritem më marr me gili vili se ndodhi kjo pse s'ndodhi ajo, edhe sporti nuk ecën dot. Po. Sepse do të rrimë një aty. Unë kam pas sportista që ka qenë perfekt mirë. S'kam pas marrëdhënie e mirë me gruan në shtëpi, edhe kur në gara kam pas stres,
kanë qenë mërzit, se kanë pas me jenë aty edhe kanë qenë gjumë. Edhe thoya, çka ke plak? I thoya unë të orës jam mirë, më ka bërë shumë keq thotë. Biles më kam tuar fare nga gara. Ka të bëj, ajo është shtylla kryesore në shtëpi. Pas edhe familja, po gruaja është se ndikon. Se ajo ti ka prek telat e zemrës fillim, edhe një llaf i saj do jetë pak problem pas e me menaxhu vetëm. Po është edhe mendoj një nga njerëzit më të besuar që keni jetë, e kupton, kështu që normali që ja dëgjon edhe llafin edhe mendimin edhe çdo gjë. Pjesën e ushqimit ajo kujdeset bashkë me mamin. Fillim gjithë jetën time mami, po tani ja ka kaluar edhe sa që të kujdeset kur mami është në punë kështu edhe realisht e kam pas shtys shumë madhe. Unë përveç sajt se du ta dal pak jashtë temës, unë kam pas shumë miq të mirë që më kanë ndihmuar, më kanë suportuar dhe më kanë ndihmuar për të kap garat kualifikuese. Do t'i përmend si me emra, nëse do më jepësh. Patjetër. Kam mikun tim shumë vjetër, Kristian Boçin, që më kanë gjithkohën në krahun tim për të marrë garat kualifikuese në çdo aktivitet, edhe gëzohet me suksesin tim. Kled Nikollën është që kujdeset për pjesën e ushqimit tim. Elio Gjocin, që më mbështet për shumë për aktivitetet mëdha ku kam ndërkombëtare, dhe shumë tjerë me radhë, siç është Gens Shubashi, etj. Edhe i falenderoj shumë se këto emra kanë vite që më kanë rënë afër vete, nuk është se kanë ardhur sot. Edhe ja sugjeroj, si më thon, i falenderoj shumë për çdo arritje time se këto kanë qenë shtyllë për mua. Shumë mirë. Se vetëm me mundësitë tona personale është pak e vështirë shkosh në këto gara madhore. Po, duhet t'jesh edhe ti shok i mirë që të kesh shoqëri të mirë, ose normalisht shu shkohej muhabet. Po, mundohem të jemi mirë, po ato e vlerësoj. Po mirë, ata shikon ai gabim tek këto e bëjmë se njerëz jemi. Sakt. Nëse Kosova do futej prapë në luftë, a do kontribuoje ti për me ekipin tim po thoya? Me shoqërinë time. Po, me shoqërinë tënde për ta ndihmuar. Realisht kjo është një pyetje shumë serioze, sepse mbaj mend 2007-2008 ku unë kam shku për herë të parë në Kosovë, kanë treguar shokët e mi sportista që tregoshin që çka ka ndodhur midis Serbisë me Kosovën. Unë për herë të parë kam dëgjuar situatën atje ku video gjëra që serbët kishin therr fëmijë, kishin vrarë nona me fëmijë në barg, bëhet fjalë 7-8 veta me familje, kasapana shumë e madhe dhe realisht jam shokuar dhe kam dëgjuar që shumë shqiptar kanë shku, kanë dhënë familjet tonë në Shqipëri, që ishin miq tonë, shok tanë, edhe tuar tu rrit i kam takuar dhe fëmijët atyre dhe mishi kokra më bonte që kanë dhënë familjet tu dhe kanë shku duke luftuar për Kosovën. Edhe unë shpinën time kam marrë shumë kosovar, edhe raportin me ta kam pas shumë të mirë, edhe kësaj kësaj dite janë shumë shqiptar të Kosovës në burgjet e Kumanovës, në gjithë vendet e pjesa që kanë pas probleme të Serbisë. Edhe realisht unë i them bravo i qoftë atyre dhe unë jam një nga ato të parat që sot e kësaj dite, nëse Lashov do ndodhte luftë, që nuk ja sugjeroj sepse lufta vetëm fatkeqësi ndodh, edhe sjell vetëm stres, unë do isha bërë Rambo dyshi. Nuk do isha më Rambo i parë, po do isha Rambo i dyshi dhe gjithë atë inteligjencën time, strategjitë e mia do i grumbullosha me grupet e njerëzve se s'bën dhe do jepsha kontribut madh në Kosovë. Edhe realisht jo vetëm unë, por kushdo që do dëgjonte ato që unë i kam pa me sytë e mi dhe do shikonte, se shqiptarët nuk kanë shumë informacion. Sidomos brezëri nuk kanë fare informacion. Po, normal. Sepse shumë kollaj. Normal jo, do me thënë po që e di. Shumë kollaj më thonë aty që kanë harruar luftën, Shumë kollaj shkojnë tani përqafohen me serb. Okej, se ndoshta ata serbët nuk dinë se çka ka ndodhur. Se ka qenë një grup, ka qenë një shtet i pisës që kanë bërë ato problemet, po nuk duhet ta harrosh kaq kollaj. Edhe po shikoj një përçarje midis Shqipërisë dhe Kosovës, kur janë disa njerëz, për shembull i quaj shqiptar ose serb, as shqiptar ose sepse thu i them serb, po si mund të thosh ti Kosova nuk është Shqipëri? Si mund të thosh ti për shembull që si jemi në shqiptar jemi dy komë ndryshe? Po si nuk je ti shqiptar, edhe nuk je ti shqiptar? Jam i kosovar, thotë. Nuk je. Ne duhet me nxjerr vetëm një pozitivitet, edhe këto tipa që janë problematik, realisht i kem përballë i thy ngrushta. Vetëm nga inati që kur shkon ti mërbos që ti flet keq për këtë. Aty kanë vdek mira shqiptarë, kanë ra dëshmor mira vet. Shokët e mi janë pa babë sot. A ne di për hir të luftës. Edhe ti thuaj që çka kanë bërë shqiptarët për ne. I kanë dëgjuar disa media, edhe nëse do futesh në YouTube e shikon, janë disa gazetarë të Kosovës që po flasin kështu,
okej, është kjo konkurenca që ne jena më të mirë, jeni më të shqip, po duke hedhë njëri tjetrit balt, harron që ngjon njëria edhe ai riu vazhdon me këtë baltin gjithkohën. Edhe vetëm një keqe i lë Shqipërisë edhe Kosovës. Ne duhet me qenë gjithmonë bashkë me njëri tjetrin, me u gëzu kur tjetri avancon. Për shembull, nuk u fut Shqipëria në futboll, për shembull, në botror ku është kjo, u fut Kosova shumë mirë. Kemi një plus për me pa, kemi Kosovën. Unë e di që kjo ndarja ndodh për hir të atyre shteteve të mëdha që kanë bërë këtë problemin, por problemi është që ne minimumit ta kemi atë, ta bëjmë atë zhurmën Shqipëri e madhe. Për shembull, t'japim një dorë, t'jemi gjithkohën për krah Kosovës, t'jemi një dorë për krah pjesës shqiptarëve të Maqedonisë. Për krah njëri tjetrit. T'japim një dorë që mos t'i humbasim to, se nëse do ketë përçarje për ditën, besoj që do vi një moment që më shumë do kemi natë me njëri tjetrin, se do vi armiku nesër në vendin tat, ti s'do jesh gati për me luftu, sepse armiku më i keq i bie që është vetë shqiptarët, që po na bëjnë këtë problem. Edhe unë ndemni nga të parat, me vëllezër me të gjithë, edhe jo vetëm unë, për shumë njerëz. Edhe uroj që mos ndodhi. Kjo është, do marr pjesë, dhe jem një nga të parat. Unë mendoj që kemi arritur me një farë lloj teknologjie që kanë ikur që këto luftrat do me thënë fizike, po që gjithsesi kisha kuriozitet ta dija në këtë aspekt. Jo, se luftat toksore ndodh edhe më shumë. Siç po ndodh në Ukrainë tani. Ai nuk i fut raketën se fillojnë të tjerët, po problemi është që mos ndodh, se po na ndodhi do të jem krah vendit tim se ne kena thyr durë kom për me ngel flamurin shqiptar. Edhe tani të vi tjetrin shvitat edhe të bëj gjithçka me familjarët tu dhe ti të rish duar kryq, as ti s'besoj që kishe përmbet. Jo, unë Dhe kishe marrë armë. Dhe kishe marrë granat. Absolutisht. Prandaj kështu që kjo është ajo ideja ime. Më pëlqeu shumë ideja jote dhe faleminderit shumë se ishe shumë i qartë edhe më pëlqen që ka njerëz me këtë mentalitet. Zonja dhe zotrinj, në dritë Sulhaj, nuk ishte mbyllja kjo sepse unë kam edhe një dhuratë të vogël për ty. Nuk e di nëse kishte diçka që dohet shtoje te gjithë ky podcast, domethënë para se të do të thoja, shkoj shumë mirë, jeni shumë on top. Faleminderit shumë gjithashtu. Pëlqeu edhe studio dhe gjërat shumë sulmuar dhe suksese në arritjet e tuaja. Faleminderit, ishe rehat. Nuk u vure ciklet se ka dalë një nam, kështu që i vë njerëzit cikletun. Jo, më çfarë cikleti, do të qenë kundërshtar dobët. Të dobët, pra të dobët. Rezistencë. Tani unë kam sjellë një shampo. Do lagë me shampon tonë. Yes, mund ta hapësh vetë, mund të vazhdosh nga Not Cosmetics. Ja ku do shikoj me mbrapa. Merr në shtëpi, e zauroje. Shumë faleminderit. Ose jep januses, po nuk të bëri punë ty, se është produkt i gjithanshëm. Edhe faleminderit shumë, ta japim një herë dorën kështu. Bëj kështu. Mirupafshim. Mirupafshim.